Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Personat që han kos duhet urgjent ta dëgjojnë këtë, do ngeleni pa fjalë. Ky produkt qumshti siguron përparësi të shumta shëndetësore, duke filluar nga vitamina dhe mineralet deri te bakteret aktive. Kosi është një burim i rëndësishëm i kalciumit, fosforit, jodit, zinkut dhe vitaminës B5 dhe B12, i cili mbron rruazat e kuqe të gjakut dhe ndihmon në mbrojtjen e sistemit nervor. Gjithashtu, kosti ndihmon në preventivën e osteoporozës bashkë me ushqimin e përshtatshëm. Për shkak të konsumimit të tepërt të kripës, njerëzit të cilët kanë probleme me tensionin e lartë të gjakut, sëmundjet e zemrës dhe veshkave. Në këtë mund të ndihmojë kaliumi i kosit, i cili nxjerr nga organizmi gjithë tepëricën e kripës. Nuk bën të harrohet që kosi përftohet nga qumshti, gjë që do të thotë se adhuruesit e këtij produkti marrin edhe sasi të mëdha proteinash, si edhe vitamina të tjera dhe materie të cilat gjenden në produktet e qumshtit. Ndihmon në luftimin e tepëricës së kilogramëve. Kosi nga ana tjetër mund të ndihmojë në luftën kundër tepëricës së kilogramëve. Madje për shkak të vlerave të larta nutricioniste, kalorive të vogla dhe dozave të mëdha të kalciumit, kosi është produkti perfekt për të ruajtur linjat e trupit. Gjithashtu, kosi do të rregullojë metabolizmin dhe do të vendosë balancimin në organizëm. Nëse ai është i çrregulluar, kosin mund ta pini, por mund ta përdorni edhe si shtesë në ushqime të ndryshme. Hidheni kosin në sallatë me kastravec, përdoreni si bazë për supa të ftohta apo salca të ndryshme. Kosi gjithashtu mundet që të përdoret edhe si zëvendësim për majonezën apo ajkën, si salcë për mishë dhe perime. Veç kësaj, me kos mundet që të kombinoni frutat e thata dhe të freskëta. Nëse shtoni pak dritë tërshëre, ju do të keni një mëngjes shumë të mirë. Kosi është një nga ushqimet që nuk mungon kurrë në frigoriferin e një anvise shqiptare. Shumë anvisa e zën kosin vetë një herë 2 ose 3 ditë për të siguruar që ky produkt nuk do të mungojë asnjëherë. Kosi është një produkt mirëbërës si për të rritur ashtu edhe për fëmijë. Ai prodhohet nga fermentimi i qumshtit dhe gjithashtu është i pasur edhe me proteina, kalcium, vitaminë B6, B12 dhe probiotik. Kosi i zënë në shtëpi është më i hollë se ai i industrializuar, megjithatë ai mund të kullohet duke ofruar një kos më të trashë dhe më të përqendruar në vlera. Këtu ju do të gjeni një mënyrë shumë të thjeshtë dhe praktike për përgatitjen e kosit të kulluar në kushtet e shtëpisë. Ju mundet që të merrni kosin e zënë, ta hidhni në përnapa të pastra duke u dhënë gjithashtu formën e trastës dhe ta lini të kullojë për 10 deri në 12 orë. Kjo është një mënyrë e ngjashme me atë të përgatitjes së salcës së kosit, e cila një kohësisht pasurohet më pas me krip, vaj ulliri, arra dhe me majdanoz. Kosi i kulluar është një kohësisht i trashë dhe i dendur. Marrim kosin dhe e transferojmë në një nap të pastër, të cilës i japin formën e një traste të thjeshtë. Trasta varet në një vend të caktuar diku në kuzhinë dhe e lini atë që të kullojë për plot 12 orë. Vendosni një enë poshtë nëse nuk keni një vend ku të rrjedhë lëngu. Pasi kosi ka kulluar plotësisht, hapeni trastën e napës dhe më pas hidheni masën e përqendruar të kosit në një enë qelçi. Kosi duhet ngrënë rregullisht në mënyrë që ju të merrni të gjitha përfitimet e tij, sepse ofron një larmi vlerash shëndetësore. Shëndeti i stomakut. Kulturat e gjalla të cilat gjenden gjithashtu tek kosi janë efikase kundër konstipacionit, diarres, inflamacionit të zorrëve, sëmundjeve të zorrës së trashë e të tjerë.
Këto probiotik përforcojnë imunitetin dhe mbrojnë stomakun nga infeksionet. Osteoporoza. Brishtësia e kockave vjen si pasojë e ndryshimeve hormonale dhe mungesës së vitaminës D dhe kalciumit. Kosti është gjithashtu i pasur edhe me kalcium dhe konsumimi i rregullt i tij e përmirëson strukturën tuaj të kockave. Tensioni i gjakut. Studimet kanë konfirmuar se produktet e bulmetit kanë aftësinë që të rregullojnë tensionin e gjakut. Me sasinë e duhur të këtyre produkteve me pak yndyrë, rreziku i tensionit të lartë të gjakut bie me 50%. Pesha. Kosti është ideal edhe për të kufizuar kaloritë. Ai shuan urinë dhe nepsin për ushqime të ëmbla. Pasi përthithet kalciumi nga kosti ndikon që qelizat e yndyrës të dalin dhe të ulin prodhimin e kortizolit, ndërkohë që aminoacidet djegin yndyrën e tepërt. Rekomandimet gjithnjë vlen për kostin me pak yndyrë. Sipas ekspertëve, kosti është ideal për të kufizuar kaloritë. Ai shuan urinë, nepsin për ushqime të ëmbla. Pasi përthithet kalciumi nga kosti ndikon që qelizat e yndyrës të ulin prodhimin e kortizolit, ndërkohë që aminoacidet djegin yndyrën e tepërt. Rekomandimet gjithnjë janë siç e përmendëm për kostin i cili është i bërë në kushte shtëpie dhe pa sheqer të shtuar. Skuqet e lëkurës të bebet. Ky ushqim është ideal për lëkurën e ndjeshme të bebeve. Atë ju mundet që ta përdorni për të trajtuar skuqet në lëkurë të cilat janë të shkaktuara nga pelenat. Vitaminat. Kosti përmban fosfor, kalium, jod, zink, vitaminë B5 dhe B12. Kjo e fundit është një vitaminë shumë e rëndësishme për rruazat e kuqe të gjakut dhe për sistemin nervor. E ftohura. Kur imuniteti është i fortë, ai do të mund të mposhtë viruset ose bakteret. Konsumoni 150 deri në 200 gram kost në ditë për të shpëtuar simptomave të ftohurës, gripit dhe gjithashtu problemeve me fytin. Ky produkt përgjysmon shanset e shfaqjes së këtyre sëmundjeve. Shëndeti i lëkurës. Kosti është një nga kurat më të mira për femrat. Ai e përmirëson lëkurën, shtrëngon gjithashtu poret dhe i jep lëkurës tuaj elasticitet dhe njëkohësisht shumë shkëlqim. Kosti është i dobishëm edhe kundër simptomave të plakjes, ankthi më i keq për femrat. Shëndeti i flokëve. Kosti është i dobishëm edhe kundër flokëve të thatë dhe të hollë. Ai forcon çdo qime të flokut dhe njëkohësisht e pastron skalpin tuaj nga zbokthi. Sigurohuni që kosti të jetë nga ai i cili përgatitet me far dhe jo nga ai i përpunuar. Gjithmonë keni parasysh që të konsumoni kost i cili prodhohet në shtëpinë tuaj, pasi janë më të mirë dhe njëkohësisht janë më efektiv për shëndetin, duke qenë se nuk përmbajnë përbërës të shtuar. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!